Mbi 10% e popullsisë që jeton në Shqipëri gjendet mes vështirësive të mëdha për të përballuar jetesën e përditshme sipas të dhënave të databazës së Instat, të rishikuara pas censusit të popullsisë 2023. Të dhënat zyrtare të anketës së të ardhurave dhe nivelit të jetesës tregojnë se përqindja e familjeve që deklarojnë se e sigurojnë jetesën me shumë vështirësi ka zbritur nga 18% në vitin 2021 në 10.2% në vitin 2024, duke u referuar të dhënave të reja. Aktualisht në Shqipëri janë rreth 245.015 individ që vuajnë nga varfëria e skajshme. Treguesi u përllogarit përmes vetë deklarimit dhe perceptimit të drejtpërdrejtë të qytetarëve mbi të ardhurat e tyre. Sipas të dhënave, këta individ nuk kanë mundësi të përballojnë as shpenzimet më minimale të papritura, si emergjencat shëndetësore apo riparimet bazike në banesë. Për të faturave, varfëria e skajshme prek në mënyrë të drejtpërdrejtë cilësinë e ushqyerjes dhe shëndetit, ku familjet e këtij grupi shpesh detyrohen të kursejnë në nevojat më elementare biologjike. Të dhënat e Instat evidentojnë nevojën për politika të targetuara sociale dhe ekonomike për këtë kategori të popullsisë, e cila sipas ekspertëve e ka të pamundur të përfitojë nga rritja ekonomike pa mbështetje specifike institucionale.